Në datat 19 dhe 20 nëntor të vitit 2025, Universiteti Katolik Zonja e Këshillit të Mirë në Tiranë, së bashku me Selin e Tina Elbasan, zhvilloi ceremoninë solemne të diplomimit për 25 studentët e programit të studimit infermieri. 2 ditë të mbushura me emocion, vlerësim dhe krenari, përmbyllën një kapitull të rëndësishëm të formimit të këtyre të rinjve, të cilët tashmë janë gati të hyjnë në profesionin fisnik të kujdesit shëndetësor. Një ceremoni solemne me standarde ndërkombëtare. Diplomimet u zhvilluan në një atmosferë të ngrohtë por njëkohësisht solemne, ku u vu në dukje cilësia e lartë akademike dhe profesionale e programit. Një komision i përbashkët vlerësues i përbërë nga profesionistë të fushës së infermierisë nga Shqipëria dhe Italia, u dhoqi procesin e diplomimit. Mes tyre ishin edhe docentë të Universitetit Tor Vergata të Romës, partner historik i Universitetit Katolik në konsolidimin e programeve shëndetësore. Gjatë ceremonisë, komisioni dhe pedagogët vlerësuan rezultatet e larta të arritura nga studentët përgjatë viteve të studimit, u theksua përkushtimi i tyre, puna e palodhur në auditor dhe në praktikën klinike, si dhe mënyra dinjitoze me të cilën kanë përfaqësuar universitetin në çdo etapë. Fjalimet përshëndetëse nënvizuan jo vetëm aftësitë e tyre profesionale, por edhe formimin e tyre etik, human dhe empatik, shtyllat themelore të profesionit të infermierisë. Ceremonia solli në vëmendje bashkëpunimin afatgjatë dhe të frytshëm ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë në fushën e edukimit shëndetësor. Përfaqësuesit italianë vlerësuan progresin e programeve akademike dhe standardet e larta të praktikës profesionale në Shqipëri, ndërsa pala shqiptare falenderoi partnerët italianë për mbështetjen e vazhdueshme dhe eksperiencën e ndarë ndër vite. Ky bashkëpunim u cilësua si një shembull i vërtetë i bashkëpunimit ndërvëllazëror, që synon jo vetëm arsimimin cilësor, por edhe forcimin e profesioneve shëndetësore në të dy vendet. Diplomimi 25 infermierëve të rinj shënon një tjetër hap të rëndësishëm në rrugtimin e Universitetit Katolik Zonja e Këshillit të Mirë drejt edukimit cilësor dhe përgatitjes së profesionistëve të aftë për të përballuar sfidat bashkëkohore të shëndetësisë. 2 ditët e ceremonisë lanë pas një atmosferë të mbushur me shpresë, gëzim dhe besim se ardhmja e kujdesit shëndetësor është në duar të sigurta. Patjetër, dhe siç e do tradita e këtij universiteti, studentja me rezultatet më të larta lexon dhe betimin e infermierëve, dhe ajo është studentja Irina Salla, e cila në cilësinë e Elbasanit është dalluar për inteligjencë, seriozitet dhe përgatitje të lartë.